Ajeti i respektit dhe i dashurisë, Ajetul Mawadda. Sheikh Hasan ibn Ali as-Saqaf në librin e tij Sahihu Sharhul Aqidati at-Tahawiyya thot: dashuria për familjen e të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, është detyrë doktrinore nga Allahu për çdo musliman. Argumenti për këtë ndodhet në Kuranin famlar, ku thuhet: thuaj, unë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim për thirrjen time, vetëm se dashurinë për të afërmit. Në fusnotën e këtij ajeti flet për një çështje mjaft delikate. Ai përmend shumë emra dietarësh të ehli sunnetit dhe i vendos në rrethin e armiqve dhe urryesve të familjes së profetit, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Ai thot, nasibit, armiqtë e ehli bejtit, pretendojnë se kuptimi i fjalës qurba është bindja, e cila ka kuptimin e afrimitetit. Këtë e bën me qëllim që të shmangin njerëzit nga kuptimi i Kuranit dhe të shmangin ata nga dashuria për ehli bejtin. Them, es-Saqaf është prej dietarëve të ehli sunnetit, prandaj mos i pa vëmendshëm ndaj kësaj.